Dëgjom, na problemi me ty për kemë se ti s'pe i beson këto sene heq. Kështu që ti e për qëndribin qanë. Ta që besojnë ka dhejnë ku me shku Unë për të regoj mëre, e të regoha në fillim në ashtë edhe vallaj shqip mirë po flasë. Po më duke dhe edhin bële një notë këtë gjatë mirë e kësha morë. Edhe besoj, e kom pas pesë që gjuhë shqipe, mësë për marak. Po du me të thonë ty që ti, shka s'ki informacione, mos të konsumojmë, ta shkit kohën veç unë e ti. Ullime në ti mas emision, dhe bim një kave, bisedojmë, të pak të shqiptar jemi. Aje besimtar asë jone, si më të mërzit për akun. Gjeneti është i vërtet, gjenemi i vërtet, kush do na nena, kush do kënena, e mirë është e vërtet, e keqe e vërtet, kush ka dënë, dikush pin ujë, dikush pin alkohol, dikush pin drogë. E përësi e vetë e të, mirë po na i ndisim njerëzit me pi ujë, se është ma i shëndetshëm, edhe fetarisht, edhe medicinalisht. Po du diçka tjetër, për marë vëllaj i lirje, s'marë për kush. Kështu që se... Mendoj që nuk ka faj, më shtarë lindi pak se që usull që ashtu se këpi me do shamboj që realisht i kemi po në është anë ata nuk janë ta marë hëgjolar si që cekë të dhe ju ma hirët. E na nuk mujna individualisht se cili njeri me obliguti shkote hoxhat, shkote psikiatris, ata vetë bojnë zjedhin e tyne. E mira kish me qenë po dhe mira kish me qenë me shkullkete doktore. Po, e vërtet është. E tha edhe psikiatri që mas pori konsumujnë qdo farë bredhin në bërë. Jo krejt, jo ka të atila, mo, one po flest, se ti në gjami nuk i e, ti nuk i në gjami, na e trajtojmë shembull, krejt problemet, se islami nuk ka arë me i zhidh problemet. Islami ka arë me i parandalu problemet. Parandalimi të këqia vështë qëllimi. Nuk ka arë tashti kur ki problem t'i vrasi, hajde hoq pa i tëna, jo, ta ndalën vrasin se o krimi, ma makabër që më mbat. Ose nuk ka arë, hajde tashti me trajtu ma gjinë, po ka arë me ndalu sepse përmendi pastori, nga mësimit biblike, ashtë sa kam njohëri ashtu është, nga mësimit fetare, gjunaj ma i madhë, në kati ma i madhë, është me i bëzë zotit shok, rival. Me thonë janë 2-3 zotë, na kjo është në kati maj madhë, në fejnë islame. I dytim, falë motër, është të tësere, i dytim katë, pim katëve shkatëruse, që i dërguri Allahot ka thonë, ishte një busë bal mubikat, largohunin nga 7 katët shkatëruse. Nuk e këtu gjënohet vogla, po këtu shkatërojnë, i dyti është sehri magjia. Dhe me thonë, hesin kësaj rrugë, po tash ata kesh bërësit punojnë. Ata kesh bërësit punojnë, si kur na që bëjmë mirë, edhe të këshit bëjmë keq. Atëhere, çdo hoqë, të pakte në këto 900 e sa gjami kemi në Kosovë, gjdo hoqë, kur vjen dikush, ku e jep adresën? E thot, a e kam në konsultu me ndonjë vjek? Jo, shka një shikë e. Gjdo hoqë i vjen, ose po thëmë shumica, kemi mësu edhe psikologji, edhe sociologji në shkollë, në fakultet. Edhe jetit si të vjen aty, ullës se po të knëj, pëse me të knu, vla, knëj vetës të anë të, Korani e ki, mere ledzoj e shqip, së është problem heq. Mirë po qka e pysëm, për shemull dhindë prendimit, ka falimentu në biznes. Edhe kisha një rast, konsultim, dhe ti ju kish tek dhe i ke knëm. Unë e me të knu këtë në e vlasë, së është në e farë probleme, ta kënë e ilhamin, ashtë edhe qita këtu që jenë prezint, edhe doktorin është ta kënë e ilhamin, surën dhe më thonë, qelsin e Koranit, që jenë 7 versete. Edhe tu bisedu, dësha mja zbulu problemin, e kish bankrotu, dhe më thonë firma. Po nuk ish bërë që shumë, edhe njësa, dikun 50.000. Edhe one, doktori thash, 50.000, thash, one po të një mëj, thash, 50.000, one mi pas bërë që kryet, atë ju letu me njera, one si dhash as një cent. E tu bisedu, a i lindu në përëndim, thash, tash, qëfar biznes e ke pas këta, thash, tash ti ti motën nuk i pranar, shka bënë punëturën qatë se pe njëfë që e zanat. Tash, është bë menager kërësur një metropol evropian, edhe më shku non-stop. Unë falenderoj, dhe me thonë, a i s'kish pas problem, as për hoqë, as për mek, me jadon një këshil, o kryje. Vjen burri me gruën shemull, e trafton burri gruën, ta është të këj burri, kam diqka e hoqë me më kënuaj. Jo, bre, ti zëtni, ti pas ke traftue, ose gruja trafton burrin. Që është arsitimi më e mirë, kam të buë, me më kam buë. Si më kom vetë vetja. Dëgjëm, po du me të thonë me këto që na i drejtojmë të kush, të mjekësia familjare. Mjekësia familjare i drejtojmë tek mjekët përkatës. Edhe në çdo xhami, sinqerisht po ta them këto. Çdo xhami të Kosovës, kjo është metodologjia e drejtimit të hallegjive apo të njerëzve që kanë brenga, që kanë shqetësime. E tash, pse ata drejtohen gabimisht, e shkoj tani ma trapaz. Nuk du me ma flish emnin e hoxhës saj, po ajo e flish, e qet edhe nder. Institucionet tona shtetënore, e shef aty shembull emnin, hoxhë Filan Fisteku, pas një ditë shkollë, i shef aty radhen, edhe nuk marrin masa. Tash unë që më organi i renit këto, organet e renit do të më marrin ata.